do dhe meral, 8:05. Mirëmbrëma. Atëherë, do të trajtojmë dy tema. Nuk mund të lëmë pa trajtuar zhvillimin pozitiv që Partia Demokratike voton rezolutën për integrimin në Europë. Në Europë, po. Edhe natyrisht vizitën e jashtëzakonshme të Donald Trump, që bëri në Kinë, që nuk e mora vesh se kishte marrë 7 makinat blindume, se po të duash i bësh atentat Donald Trumpit në Kinë, ai që i bën atentat, i ikën ai tentati, fisi, farefisi, qenë macet, etj. Po nëse flasim bon. Interesante është që Partia Demokratike mbasi bën një sherr të madh Berisha, më shan ambasadorin e Bashkimit Evropian Gonzalo, pastaj çojnë gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian, antarët e Bashkimit Evropian, të akredituar këtu dhe e godasin Berishën dhe çuditërisht Partia Demokratike voton bashkë me PS-n rezolutën për integrim. Megjithëse Berisha s'kishte lënë gjë pa thënë që duhet të integrohemi se këta e qeveri e drogës, qeveri e korruptë. Po nuk është tani, është që 1912 që këto thonë, në fakt 1912. 2012, që në 2012 me gjithse mire kisha, 1912 kështu kanë qenë. Shok të Berishës. Pra që në 2012 ishte duam qeveri teknike Ramaik, se ka harru popull e Ramaik, 13 mjes. Kështu që ishte Ramaik, nuk ishte që hajde futemi në zgjedhje, këta s'kanë kërku zgjedhje në ajer, që t'ja rikujtojmë vetës edhe njerëzve, nuk kanë kërku në ajer zgjedhje, zgjedhjet janë bo, sepse këto lanë edhe zgjedhje pa bërë, pra nuk morën pjesë në një 2-3 zgjedhje mos gabohen. 2 zgjedhje. Dhe të kalosh, mos kënë dalë akoma ata të arrestumë që kanë hudhë demonstrata. Që kanë hudhë bomba Molotov, sepse e gjithmonë e thonë Molotovin pa bombën para. Në fakt e është bombë Molotov. Jo, ajo shkatron tangur me qëra fjallë. Prandaj janë shpikur bombat Molotov, pra punë shpik. Biles, qaboni ishte që si duket këta... Të erdhën kujtimet e ushtrisë, Jo, po si duket këta tanët nuk i hudhshin si duhet edhe morën forca speciale italiane, morën 3 italian. Të rëmbytha nga Italia edhe ata mburën. Dhe pra nuk ishte në i herë që u prit të futemi në zgjedhje. Rama, që ta kujtojmë, Rama ka pas kërku zgjedhjet parakoshme. E thonë që po i kërkon prapë. Për shembull, kërkon të zgjedhjet parakoshme, ku ishte atëherë në atë kohë. Zgjedhjet parakoshme kërkon të Sala përpara, do në gjithë kërkoshin, këto s'kërkoshin zgjedhje me Ramën, vetëm hiqë Ramën toshin. Hiqë Ramën se s'bo. Se është i drogës, është i krimit. Do më thënë kalun nga komunista, sepse një 20 vjetë mira këta i qanë që hiqë komunistat. Dhe sa... se duhet shëndru plakat, se s'kish mo komunista në kom, se filloj këtu i privatizu gjithë atë që këshin ngell. Po se janë me prostate, nuk dalin do të mbanjo. Po komunistët lemo, përse komunistët ta lanë në vitin 90, i lanë gjithë qeqat me gjitha pasurit mrena. Po ne, si e kemi luftu në komunizmin, edhe... Pra, këto ishin, i humbja jo, pjesa e komunizmit, se thanë këto mjaftë shok, ta se s'na kanë ngellë, s'ka ngellë mo as komunist. Berlusconi ka vdek, po edhe Berlusconi që kur filloi atëherë në të treshin e komunistët, imagjino komunistët e Italisë, dhe në zgjedhjet e fundit e kishte harruar fare komunizmin se s'ekziston komunizmi. Po kjo është, nuk ekziston as i vend. Edhe Maxim po ta zgjosh sot, shef për të privatizuar në gjo. Po mirë, gjithsesi ky ndryshim është spektakolar, ky ndryshim qëndrimi. Kjo kur e kthen tak pllakën me një, duhet të atribuohet gazit. Tani nuk duhet lënë vetëm ke paftyrësia e gjithë atyre të atij grupi, se këto janë paftyrë gjithë.
Nuk ka asnjë, domethënë që kur kam thonë zbohen dhe kam bërë këtë fjalë që është Tiranë, në fakt, gjithë ma kanë mënë që pse e përdor ti këtë. Bolli shaj po si shaj. Po gjej fjalë më të përshtatshme, po çfarë fjalë gjej këta e gjejnë vetë fjalën. Se problemi nuk qëndron këtu, nuk është kaq i thjeshtë. Gjatë gjithë kohës, në të gjithë botën, ti ke projektuar idenë që këtu është një qeveri krimi, një qeveri droge, një vend ku krimi është, po të futesh në Facebook, dhe në media, në darkë, 24 orë, ti nuk del më për jashtë, sepse mendon që krimi ka ardhur ke oborri. Sa nxjerrë shkundën tak pusi. Krimin aty, krimin. Kështu që ky lloj terrori që ti i bësh shqiptarëve, sepse duhet kuptuar shumë mirë, nuk është vetëm ndaj të huajve, pra për prishjen e imazhit. Më shumë është ndaj shqiptarëve që jetojnë brenda, se në këtë moment ti ke godit psikologjikisht, ja ke heq buzëqeshjen e jetës, ja ke heq edhe në librat e biznesit. Gjëja e parë që është optimizmi, është motivimi, është yes, we can do it. Para çdo vështirësie ne do e kalojmë vështirësinë. Po kush janë vështirësitë? Vështirësitë janë ligjet, vështirësitë janë gjetja parave etj. Më rregull? Por nuk thot biznesi që vështirësi është edhe krimi ke dera. Vështirësi është edhe droga më kaptin, se duket sikur e kem çati. Rritu para rob të shtëpisë, më ka shumë drogë dhe shef grun kalamojtia, ku ti kush e pi nga ju? Jo, më po kush e shet. Ai me sa e keni. Kush ka avancuar në me sa ka shku çmimi. Kështu që ajo që do theksoj është se sa ka majt ky popull, ky njeri sa ka majt. Dhe ky biznes sa ka majt, sepse nuk mbaro vetëm këtu. Është çfarë do lloj emri biznesmeni? Ja, pa ne do atë. Çfarë do lloj emri biznesmeni? Çfarë do emri biznesmeni? O do i bi njoni, Ardin Qorri, o do i bi ky dulla tjetër ka krah tjetër, do me thonë, më të merë s'ka, si mund t'i bish biznesit ti pas as një fakt. Se në qofë se ke faktë që e ke spaku, dhe në qofë se e ke që ke spaku, hik më po protestën ke spaku, sa i s'po të arresto. A kupto logjikën, se ne kemi humbë dhe sensin logjik në Shqipëri. Pra në qofë se unë kam një të dhënë për një biznes, e që ke spaku. Të shi unë s'kam nevoj me dalë më kundra Ramës, as kundra ati biznesit. Dalë kundra spaku që s'po arresto, sepse aja qova të donat, i tha që kjo ka vjetë. Natyrisht që biznesi në çukur ka lind, ka për qëllimi, se përdesa është fitimi, qëllimi ka të gjithë brimat, të gjithë kanalet e mundura anti-ligj. Kjo është, ke çdo biznesmen, nuk ka ne biznesmen në këtë rrezull toksor që thot, po si ku ta zbatoj këtë ligjin unë sot. Sepse ndryshe do jesh ke punëtori. Normal. E ka thënë Fordi, mos më pyesni milionin e parë. Atëhere, pra, si quhen entrepreneur, për të vetëm arsye se truni atyne, i këtij njeriu, shpik për të gjetë tërë format, po të themi, të shfrytëzimit, po shfrytëzimin jo në prizmin e keq, të shfrytëzimit të situatës. Të mundësive. Të shfrytëzimit të mundësive. Pra, nëse ke një problem me biznesmenin, pa e morim X-i, atëre ti s'ke, nëse ti ke pa mënyrën se se i ka hecë për para, çfarë do luftosh? Do luftosh pikë shtegun që ai ka hy, apo jo? Kështu bëhet me hajdutin, kështu bëhet me drogën e tjerë. Por ti nuk e mor fare as me shtegun, as me personin ose aparatin që merret kundra krimit, që është o spaku o hetuesia. Ke patin ai herë
36 vjet ndonjë protest kundra spakut, kundra hetursisë. Mirë që e votuan pra këtë rezolut, këta u bën të mirë, u bën të vetëdijshëm. Po çat mirë ka aty më burr, aty është hajde ham gjithë kaj cop, kush e di ka ardhur urdhri, sepse këto fitun, nuk është se s'fitun. Këta me këtë rezolut fitun, se në fund të fundit që ta kuptojmë këtë idenë e kësaj, është shumë e thjeshtë. Rama dhe Berisha nuk është se ka ne gjo për të nda me njëri tjetrin. Jo se do Rama apo do Berisha. Ata që luajnë fije tek ne, kanë vonë, doni Ramën së është i but, apo doni këtë që s'di me qenë i but. As di. Ky ka këto brdunglat, ky ka këta drejtorët, këtë doni, i thonë popullit. Dhe Berisha dhe PD-ja kanë pas të vetmin, si mund të them, qëllim, ose të vetmin detyrë në Shqipëri. Të mbysësh atë opozitën. Mbyt opozitën dhe mbyt mendimin. Më konkretisht, se fola shumë, po më konkretisht. Marim, të dënohet Balluk, pa Ballukun jo, nuk bëhet. Ma Molotovin, Ballukun. Po çfarë akuzohet më vëlla Ballukun? Për favorizim tendera. Ti ke një person aty që ka një vit e gjysmë, se ka harru gruaja atë. Jo rrit Kalamoni që hec më vrapo burr. E ne kishin nisë 2 muaj përpara. Tash Kalamoni ka marrë shtëpinë. Dhe baba rri mren, pa ditë se po çarosh. Asnjë se di se po çarosh. Sepse si? Po velin më. Po velin më ec Kalamoni, po do mori makinë vitin tjetër. Dhe akoma se kemi gjetë se përqarë është. Dhe që ti shtosh bukurin tër panoramës groteske, qohen aktorë që s'kan lujt në ihen teatr, gjithë jetë në vetë, kanë mërë vetëm të filma Mizasken, aty këtu, fuqin e kaptarën e gjo, dhe rolin e ty në më të bukur, dhe më të paguar tjetës, dhe më të paguarit. Dhe më të paguarit. Ne kanë morë duke qenë mbrojtës teatri. Unë jam teatri. 2 vjet lekëm lekat. Sulmi se du për Ndrenigën. Shiko, nuk besoj se ka vend botë që i sulen me atë lloj pështirosje aktorëve. Do ti sa po e dhash kakun. Po pra, e di çfarë mendoja Marildo, mendoj që këta që dikur e lavdronin Ndrenigën, edhe sot e shajnë, dikur e lavdronin, thonin, hajta lavdrojmë edhe nesër, edhe këta që lavdrojnë që se kanë pa në herë. Bravo, janë dru. As nuk e di. As e di se çka ka lujt. Bravo. Dhe ata bile mendojnë që Qazim Ulleti ka qenë ky, vetë Robert Ndreniga. Jo, këto e dinë që Qazim Ulletin e ka shkruajt Robert Ndreniga dhe e ka vënë sken Robert Ndreniga. Ka sa që mendoj që është vetë Qazim Ulleti, Robert Ndreniga. Jo, se e kanë gjetë që Qazimi pas ka qenë një shumë i zgjut. Kështë bo Tiranë në yll. Po, e kom fjallën me këte, me Robertin. E bukur shumë ka qenë. E bukur shumë ka qenë Tirana. Po pra, një kryeve. Edhe. Më kujtua e shpreja jote, se sa e madhe ka qenë Tirana, bolë të shofës Gjamin që është, i nxe as i nxe 50 veta me luk, të i fut me luk. Me luk, 51, aty. Në fakt, në kohën që ne flasim, aty mund zetë edhe 60, se ne kena qenë edhe si pidivezat vogla. Po, masa ne u trashëm. Fillum të u trash ka i qike, ka shku ke 50, apo 60 i zetë në atë kohë. Okej, Meral, si e shikon ti këtë marrje kthese nga ana e PD si rezultati i presionit ndërkombëtarëve, apo e dobëson kjo pozitën e Ramës, sepse thonë shiko, edhe përballë Ramës është një interlokutor që kuptohet, merr vesh, i ftillum. Problemi është këtu, tani roli i internacionalve, sidomos nga ambasadat e ndryshme, gjithmonë ka qenë fokale në politikën shqiptare. Që s'është normale, mendoj unë. Jo, nuk është normale. Nuk është normale sepse... Do të thonë, unë s'kam parë ambasada që cilën kështu. Duhet gëzoj sovranitetin në domestikën e saj.
Ne e kemi shumë, biles dhe kur shpesh në për media, në për studio dhe politika vete, përdorin shumë këtë argument. Po ambasadori X tha këtë, po kur e tha ai... Mere si aksion, e ka thënë filan ambasador. Si fakt, si student, po zysha tha këtë, ti do bësh këtë. Do me thënë, paka shumë, kjo dhe tek njerëzit duhet t'i bëj pak më koshient të dinamikës tonë me ndërkombëtarët dhe pozicioni jonë si vend. Pra nuk jemi, a jemi në një vend i barabartë mes vendeve, apo kemi një dinamik tjetër. Po, unë nuk po merrem më tepër a ka qenë influenca ndërkombëtarëve se sa çfarë do me thënë kjo për popullin, se në fund opozita popullit i përgjigjet, nuk i përgjigjet ndërkombëtarëve. Dhe ti deri dje, po thua që shteti droga, këto termat e ndryshme të përdorura, dhe sot ti po jep okejn që ne jemi për integrimin në BE. Tani, besoj opozita, sot të paktën rezultati është marrë dje. Sot duhet dilte me një fjalim për shtyp për njerëzit që si. Pra, jemi në ky shtet as jemi ky shtet. Do të thosh se kemi ndryshu. Dje kemi ndryshu. Po pak më thuje këtë. Po mbas një jave do jetë prap një opozitë se dikush do bëj diçka e dikush tjetër duhet hiki nga një ndryshum prap. Pra, besoj edhe mos kërkimi llogarit i njerëzve, jo vetëm ata që kanë votuar për PD-n, opozitën, që vërtet besojnë fjalët e tyre, që ne jemi në këtë situatë. Atyre i detyrohet një shpjegim. Tani do shtoja vetëm diçka. Jo, shiko, duhet të them edhe diçka për Meralin. Unë kam idenë Meral që një opozitë institucionale që sillet në mënyrë të përgjegjshme do ta dëmtonte më shumë Ramën se sa këta të Molotovëve. Ajo opozitë që thuti, ajo do t'i shërbej popullit, kurse këto s'duan vëlla. Këto, ta thot Amaril, do dhe vej durët në zjarr. Dhe i vej në zjarr sot, jo i vej në zjarr, por shkoj përpara spakut, le të më akuzojnë a njoni. Këto janë shëmbulltyra e tëra agjenturave që s'duan Shqipërinë. Dhe po t'japi fakt. Dje pash një intervistë të ish drejtoreshës së arkivit. Të kësaj Aku, si ka kjo? Okej, po, asaj Mira Karçanit, po. Bravo, pash një intervistë asaj. E di që më bëri përshtypje? Nuk më bëri përshtypje pa fajësia e mirës. Fare, as lotët e saj, më zero. As argumenti që dha ajo që dëgjoj, se nëse bëhet fjalë për tendera, është ky emër dhe është një kontratë, është diçka e shkruar që është ky që merret përgjegjësi. Këtë unë jam marrë me këtë problem. As këtë unë pa e rreth gjithë të ngrop. E di me çfarë po merrem unë? Që po të them, domethënë që këto janë anti-shqiptar. Po merrem vetëm me 3 fakte që tha ajo, shumë të vogla. E para, ajo nuk kishte Porsche. Kishte një Tiguan. Motor, makinë, kur dalin, kur kanë dalë, kanë thonë, ajo ju sekuestru Porsche, ju sekuestru villa atje, ju sekuestru pallati atje, ju sekuestru... Dhe, e para s'kishte Porsche, pse po i them këto? E dyta, s'kishte villë. Të vetëm. Dhe s'kishte asat e villën tjetër. Dhe ajo që bëhet fjalë që kishte blerë, ishte komplet tjetër nga që është dhënë publikut. Në rregull? Ky është fakt tani. Ky është 100% fakt. Këtë e marrën për bazë. Pra, nëse s'marr për bazë atë që ajo s'ka qenë korruptuar me një tjetër, këtë unë e marr për bazë. E di ku është ndryshimi i madh? Është që ti nuk pate hallin pra si opozit ose si gore mediave. Qëllimi jot nuk ishte të luftosh korrupsion e mirës. Se korrupsion e mirës ti lufton fare mirë, edhe me Tiguan po të ketë ajo, edhe po të ketë biçiklet, edhe po të jetë në kom, pak rëndësi ka. Këtu është ka ndodhur një korrupsion dhe këtu mbyllet problemi, hajde ta mbyllim. Ti çfarë bën është duke shtu gjëra mbi X person, ti shkatroj jetën e shumë shqiptarëve. Sepse Ramën po aty e ke më gjatë bëhet për ditë, as si lloj gjoje.
Unë duket se e ka fillu 1.80, ka shku 2.10 nga këto që i thonë këta. Biles të që e ka ullë të pazarin e komunikimit fare, se pash të intervjist me një të koha jonë, am këto një banalitet komplet. Pra e ka ullë të pazarin, na ka dëmtu dhe veshët të shi. E ke pësu se nuk bëjnë këta, dhe e tha shumë bukur. Këto s'bëjnë. Pra, do t'i më shoj faktit që ti nuk e ke me mirën, nuk e ke me korupcionin. Ti e ke të sabotosh trurin e shqiptarëve, ti e ke të nëzish sa më shumë ditën e shqiptarëve, me këtë e ke. Sepse merr me korupcionin, ashtu si që ndodh, si që është, çfarë ajo ka, dhe pak rëndësi ka qa makine ka mira, pak rëndësi ka qa shpije ka mira, ose mund të thush pikrisht ato shpi që ka, dhe atëhere pse bëhen të pabesueshëm, pse kur nuk fitojnë zgjedhje, është pikrisht kjo. Por ajo çfarë fshihet para kësaj, pas kësaj është pikrisht armisia që kanë me çdo shqiptar brenda këtyre kufive. Se në momentin që ti më gënje, çfarë do lloj profesioni të kem unë, në qoftë se kam jetën brenda Shqipërisë, ti nuk ke gënyer për të më ndihmuar mua, ti ke gënyer për të më dëmtuar mua. Siç e thash, në Angli është shumë e thjeshtë. Tjetër hy me të kuqe, dënohet për me të kuqe, nuk i thonë jo ke hy me të kuqe, ka rradh dhe grum. E len ke kuqe. Edhe komshit thonë që ky ka dorë me gruan, por ai ka fakte. Po jo, po nuk pikërisht media dhe opozita atje nuk merret që një gjë, ti e fut me të kuqe, po ta dish ti. E vërtetë. Dhe kjo është ajo, dhe kjo pastaj kur vjen akuzat e rrahjes gruas thua po mirë më se me. Mu më erdhi keq më për mirën, më hajde, dëshmë të hajde ke shtëpia ime qafsh mua, ai jemi qara, hajde ta dajmë këtë dhomë bashk. E ke pas domethën, unë mirën as nuk e njifsha fare si fytyrë. Jo, në fakt ke të drejtë, si teknologji mediatike, domethënë është shumë jo produktive. Ta akuzosh për një lumë gjëra. Nuk bëhet jo produktive, e thu ti. Kurse unë them që është terroriste, nuk është jo produktive. Jo produktive është ti vesh mundit lule. Kjo është terroriste. Se në qoftë se do të ndihmosh dhe ke për qëllim të zbulosh, zbulo dhe zbulo vetëm faktin. Sepse Mira Kaçani ose Edi Rama dhe në qoftë se hy me të kuqe është e dënueshme. Merru me këtë të kuqen dhe në qoftë se e mor vetëm me faktin. 1.000.000%. Dhe bindju mirë që ka hy me të kuqe. Bravo. 1.000.000%. Çdo njeri shef pa drejtësi. Së thot kur hyna me të kuqe 250 kishte dorën ai burri aty, Gjob. Po ky pse të hy me të kuqe? Ja ku marroj. Por çfarë bëhet, ti rregullove tër nivelin e komunikimit, nivelin e sjelljes deputetit, nivelin e gjithçkaje. Kurse në këtë formë, unë më erdhi keq për Mira Kaçanin. Mos sinqerisht ke desh më mush ose me nëse jo deri aty. Dhe mua si fakt shumë i parë, shumë kohë. Jo, aq po kjo është për figura letrazh, ato në njëri. Kështu. Okej. Atëherë duhet të flasim edhe për një fakt shumë interesant, siç ka qenë vizita e Trumpit në Kinë. Ishte një vizitë e cila u shtyr një muaj për shkak të luftës me Iranin. Meral, u përmend shumë kurthi të Kididit. Çfarë është kjo? Atëherë me pak fjalë ta nisim pak përpara, presidenti i Kinës e përmendi, nëse e shtroi si pyetje deri diku hipotezë retorike, që nëse është mundur që Kina dhe Amerika t'i shpëtonin kurthit e Turkitit, e përmbledhur si teori, do të thotë që kur një fuqi në ngritje kërcënon fuqinë ekzistuese, lufta mes tyre bëhet shumë e mundur. Dhe me pak fjalë, kjo nga shumë është interpretuar dhe si një lloj kërcënimi, sepse le të kuptoj që çfarë është gjatë po shifet tani duke parë dhe si vendet e BE-s
Kanadaja, Anglia që deri diku ishte një nga aleatët më stabil të Amerikës në BE, po i kthejnë syt nga Kina. Dhe ideja është këtu që kjo dinamik me pak fjalë tregon që Kina është në rritje dhe Amerika është në rënje. Dhe ti do e pranosh këtë. Kjo ishte pak a shumë e përmbledhur si koncept. Edhe si të duk ty si takim, të duk një takim midis barabartësh, të duk një se... Mendoj që në qoftë se do flisnim për pozicionin që Amerika deshte ky takim të merrte para disa muajsh, duke marrë parasysh dinamikën e Venezuelës si shkoi, dinamikën e Iranit që nuk shkoi fiksi ata deshën. Shkoi qik fiksi ata s'deshën duk. Po, nuk shkoi fiks ashtu siç pretendonin, po nëse do shkonte, do ishte takim midis shif çfarë bëj unë edhe ti, domethënë duhet më respektosh mua si vend, se ti mund të jesh një fuqi ekonomike, siç është Kina, por fundi jam unë. Por, çfarë ndodhi, është pam një Trump shumë më modest edhe shumë më jo aq dominanca që jemi mësuar ta shohim, mënyra që fliste, përmendi shumë terma shok, bashkëpunim. Ta thash, gjua një personi që, se mos haro, ata dy janë dhe dy binjakë, janë dy lidera binjakë, kështu që gjua mund shkonte edhe shumë keq mes tyre, por pam një dinamik ku ai Kinës ishte shumë më asert, shumë më institucional. Po dhe pak më dominu. Dgjoj, këto se Trump është dhe lider shumë vizual, ka qef këto ceremonit, gjëra, ta presin, këto gjitha i kishte, domethënë respektin deri diku ai e kishte, dhe pse ai ja dhan shokun e parë në fakt në sepse nuk ishte aty ai, bravo, po, ja dhan shokun e parë. Dhe ca feshus të lartë nuk kishin aty, po prap, vizualja ishte estetikisht aty. Por vijimi e bisedës ishte shumë e qartë që Kina është do ketë vendin e vet dhe hapësirë. Ti do e respektosh hapësirën e Kinës në një botë që sot nuk është më unipolare, është multipolare. Qa do e thoi që i dhanë... Jo, tani jam... disi është problemi para shkuesime në Britani, në Angli, unë nuk e njifsha Kina, nuk isha pikën e ide se që janë Kinezë. Kinezë di disha se që ishin ca gjonët vogle që ishin këne vërdalë. Dhe këshim për unë tima, këtë jo, budalli qenë këta, edhe ne këshim dhënë ca gjore. Ka që disha për Kinën. Kur e para që merdi për Kinën ishte kur fillova ushqimin kinez. Dhe ime shoqe me një recet se ishte një supë që më pëlqente jashtë masa, i thash më gjo, këtë supë më duhen. Dashuria do rritet dy fish. Shumë e thjesht në të pa me supa. Me misra ishte. 23 asortimente mrena. O burtha, do të me të bëne i kalamon tjetër, se kjo s'bohet. Nuk, ishte shumë e vështirë supa, valla. Hajde bëjmë i kalamon tjetër. Po deshë, po kjo s'del. Që këtu, kupto se me qëfar kombi, me qëfar kulture këtë bësh. Pastaj, kur nga dalë fillova duke studiu edhe atë budizmin pak, pastaj më doli Konfuci, pastaj më doli ai tjetëri që ka i Zaharova i generali famshëm, Sun Tzu. Dhe pastaj, ku shkoja në restorant kinez, që natyrisht është numri 1. Jo, është numri 1. Dhe po nuk do flas për ushqimin sepse duhen 7 emisione të flas edhe filloj duke më hongër tash. Po ajo që do thoja është i shifsha këto e ke parasysh kanë ca zbukurime ato. Dhe nuk desha me ofendu njerëz me thonë ai që nis do t'i atë, është pa mundur. Dhe që të kalojmë sot, aty bëhet fjalë për kulturë, janë dy kultura që po luftojnë me njëra tjetër në këtë glob. Është një kulturë palaçoje që gjithkohon pavarësisht se ne jemi pjesë e kësaj kulture,
tash ne më palacot kuptojmë sepse ato tulin poshtë e poshtë, të dhjesin dhe shkollën e gjitha, me herojë me çake, por duket që jena si gunga ku shkojmë përballë një filozofie. Dhe ajo që t'ja u bëjmë më të prekshme është kjo. Gjua e Trumpit, se si kalojnë atë gjuhë Trumpi, o shoku jem, se u bëu Trumpi si Berisha jon, ky o shoku jem, ky o shoku më i mirë jemi. Ja bote për atë Këta kompë. mo për Xinpinin. Sepse e para hongri shpull të jashtëzakonshme në Iran, dhe sa më shumë të vazhdojnë Iran, aq më keq do dali, dhe shkoj, si që tha dhe Merali, dhe e kapi shumë bukur, shkoj nga një plan që kishin që do të shkonin t'i venin pikat mbi i Kinës, shkun, ana e hap qikat e, për hap me ishte, jo për kena harru qecin mren, hapi qikat e i gjinë e Hormuzit. Në kanë kell qelësi aty. Biles ishte, sepse kjo është dhe karagjos, e du fort Trump, se shumë karagjos. E që më duket au si shoku im, po këshu nga ato të lagjës, që të knojq. I kom shqet. Sinqerisht, është super djallë. Sa i tha i gjotë bukur. Një gjotë tha, se ne tha, e kemi bloku tha gjë në Hormuzit. Pas ta ju kujtu që një gjotë se u dush hape, dush thonë ati, që ata e kam bloku, po ne kemi bloku më knej. Mrena se s'dite kam nga truma. Dhe shoku i pa psikologjik ishte pikërisht në zbritje. Në zbritje ata i tregun që një gjë shoku, se do lesh në fare. And you don't have power, nuk ke më forca tek ne. Ja lan bosh. I vu një 2-3 kooperativista aty, e doli Trumpi shkret tak poshtë. Pastaj të nesme, do më thënë, i bënë ceremoninë e famshme. A se pritën të shkallë të avionit Xinpini? Unë më thëmë, kisha as Europë që njifte Kina. As Kina vetë si njifte ata. Ishte vetë për të rujtë. Dhe nga i pompozitetin, që në qofë se ke pasysh, që ta shpjegojmë më qartë, që Trumpi fillo batutat që në mojtë mojtë asaj t'ja bote Melanisaj, se s'kishte as njëse një gjote mojtë. Edhe, kështu që ju ullën puplat. Dhe gjatë kohës, nëse Xinpini, gjatë fjales me Trumpin, po prapë dha një mesazh të mrekullueshëm për botën. Le të bashkëpunojmë. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe kemi nevojë. Pra, shmanga saj që biseduam me Meralin kurthit të gjydidit. Nuk jemi eksaktësisht. Dhe ishte po ky që nxorri këtë, që tha një gjë se ju vini nga kjo kulturë. Vini nga kjo, jeni barbar. Po të njihni historinë tonë, është komplet ndryshme nga ju jeni mësuar me djeg. T'ja nxini tyre që duhet me bashkëpunu. Bravo, ju jeni mësuar me djeg gjona vlla. Me i kthy mrapsh. E kena hongër dhe ne, për 200 vjetë. Kurse qëfar, po them, qëfar ka nevoj civilizimi, qëfar ka nevoj fëmijët e ju, që për na vini kene, qëfar ka nevoj fëmijët e ju, ka nevoj për një bashkëpunim, ka nevoj për një pace, dhe ajo fjala pace do të thotë bashkëpunim, pa këto, sepse kudo që po shko Amerika, që ke zgjedhjet që u pa, e këpësë që unë grejtën i tu votës aty, ke miratimi rezolutës, e ke gjithë paleqolligjit e tjerë që kena bo ne, po që i ka bo dhe Europa dhe bota, ke dalë përpara një profesori filozofie që po thotë, për fëmijët e juj, nuk po flasim për ne se ne i kena jonat në Terezi, ne ju kena fut sot e kësaj ditë, ju kemi fut në një si quhet, kënet, jeni bo kënet, sepse asnjë lider nga ne, bëflu nga Edi Rama e me radh, nuk shty do 2 fjali pas pos rejti 1 gjys. Atere, a mund të bashkëpunojmë që botat e që para? Kurse kjo tha, shok tha sy ty tha, unë s'kom pa na i mërë, a do të... Nuk kom pa shok sy ty tha. Ti e shoku jem më i mirë tha.
Pa që një lloj tradhtie ndaj Iranit kur tha që po, Irani nuk duhet të ketë bombë bërthamore, të dyja palët, apo ishte pjesë e kompromisit? Atëre, Kina ka një gjë. Kina gjithmonë ka tentuar të jetë superfuqi ekonomike. Kur ne flasim për vende neutrale, Kina, për mendimin tim, është një nga vendet politikisht më neutral. Shef interesat e veta ekonomike dhe kështu vazhdon me vendet në përparësi. Problemi është këtu. Komenti për Iranin, tani, si ta përkthej në Shqip. Atëre, komenti për bombën bërthamore është një që quhet no zero sum game. E përkthyer është që bomba nukleare e hedhur nga Irani, e hedhur nga Amerika, nga Kina, nga kudo në botë, sjell vetëm shkatrim. Pra, Kina këtë vi logjike do mban, çdo vend këtë vi logjik se është arma fundit dhe ideja është që vendet që e kanë si një lloj mbrojtje që teoria këtë thotë që ne e kemi këtë, por ideja është që asnjërit mos ta përdori se është shkatrim totale. Kështu që nuk ka të bëj, sepse Kina ta thash edhe kur ka pas që është menduar që ka interesa shumë të forta politike, ka dhënë mesazhet e tij politike kanë qenë gjithmonë shumë neutrale dhe shumë është në fakt është i vetmi shtet që në doktrinën e vet ushtarake e ka bombën atomike si mënyrë përgjigje. Pra, nuk e përdori pari. Vetëm nëse goditet, atëherë pra nuk e përdor për reprezentatje. Kështu e ka dhe Rusia. Në qoftë se ka ndryshuar tani për ndryshuar mbas luftës në Ukrainë. Po, ideja është që por e kanë si doktrinë kinezët janë vetëm që e kanë vetëm nëse përdoret kundër tyre, do ta përdorin të dytët, po asnjëherë të parë. Ideja është që dhe vendet që e kanë bombën bërthamore, se ideja është që kjo është përkthej që është një lojë që asnjë s'fiton. Nëse ti ma hedh mua, do hedh ty, po dy jemi të humbur këtu. Por thjesht e mbajnë këto vende si që ne e kemi këtë armë mbrojtje. Teorikisht gjithmonë përdoret si një armë mbrojtje, përveç në fushën e deterrencës, si thonë fjalë. Njëherë që është përdorur. Në fakt, Trumpi kishte kushtuar shumë rëndësi kësaj vizite, po ta shohësh, pavarësisht asaj anës folklorike të tij, po ai kishte vajtur me përfaqësuesit më të mëdhenj të biznesit dhe kam idenë që nuk kishte vajtur vetëm për të investuar, por e kishte kërkuar që edhe të investonin. Domethënë bëhet fjalë për një marrëveshje që shkon diku te $1.000 miliard që Kina do investojë në Amerikë. Unë nuk e di, e pash bashkëpunues nga pikpamja e formësimit të delegacionit Trumpin. Trumpin e pam, domethënë nga qeverisja e tij e parë që ishte shumë i fortë me sanksionet kundër Kinës, totalisht ka ndryshuar. Ishte pikërisht Irani ai që ndryshoi. Që edhe Irani besoj dha kolpon më të madhe, por është dhe mbas Irani çfarë pasoi me botën. Gjithë bota filloi duke parë nga Kina. Domethënë, sepse vendet, sidomos BE-ja që shpesh herë është pritur që të kenë një reagim më të fortë, një pozicion të vetin se kanë pas kurrë. Dhe e pranojmë për atë institucion që është. Por duhet kuptohet që bota ka nevojë për stabilitet dhe lidera stabil. Edhe në momentin që ti dodhi Venezuela, dodhi Iran, domethënë ti kur e tregon veten jo i qëndrueshëm, patjetër njerëz do shohin. Edhe Kina është një nga vendet më bashkëpunuese, kushdo ti shkoj Kinës, edhe Taiwani besoj ti shkoj nesër, po shif, a mund të bëjmë këtë se po do thotë. Kështu që erdhi momenti, por ta thash besoj dhe pjesa që Kina nuk do kishte të njëjtën dinamik me Rusinë, sepse Rusia ndryshe nga Kina e ka më tendencën të jetë superfuqi politike. Dhe është më në arenën e fërkimit politik. Jo, është çështje psikologjike. Bravo, është çështje psikologjike. Pra, kulturën e agresivitetit. Shumë e drejtë, është kjo. Por ne harrojmë një gjë, sepse ju sapo tha që Rusia ka këtë kulturë. Ti përmende pak kulturën e Kinës, po shumë njerëz, qoftë nga ata që kanë studiuar politikën, marrëdhënie ndërkombëtare, kudo në botë, jo vetëm këtu, ka vendin si duash, shpesh herë dhe mënyra që
tregohet historia ose marrëdhëniet midis kombeve gjithmonë nis nga Evropa. Pra, nis nga lufta ftohtë. Kemi Rusin, Perëndimin, Amerikën dhe Kina, Azia, Afrika, po flasim Kina kryesisht fshihet, pra ne nuk dim historinë e këtyre. Historia atyre fillon kur Evropa thotë që ajo fillon. Edhe Kina hyri si një vend që nga dinamika që ka pas kolonizmi dhe ide që kishin për aziatikët, që ishin më poshtë se evropianët, e kështu ne s'dim çfarë është pikërisht narrativa europiane. Absolutisht po. Mirë me mua, po edhe me Meralin pritër burr, prit mbaroj. Zdu. Po është pikërisht ajo mbetet duke sharë kulturën perëndimore dhe jetë tipiku i kulturës perëndimore. S'lë të tjerët flasin një agresiv ju pret fjalën. Iku gjithë ideja që kishte. Po le pra të flasi. Ku flet Maloku për kulturë, për lene pra të flasi. Okej. Me pak fjalë ku dua të dalë është që edhe dinamika e kulturës, qoftë e luftës, e politikës, e ekonomisë, ne nuk arrim t'ja kuptojmë asgjë si e ka. Kështu që sepse është lënë shumë herë jashtë arenës politike, jashtë retorikut, dialogut politik. Në fakt, se ky është ma gjithë kohën. Do flas edhe unë se Malok je vetë me qëra fjala, me që më shave. Edhe e kam fjalën këtu, po ta shohësh edhe ta zëm konkursin për administratën civile. Ata e kanë pasur para lindjes Krishtit. Neve në 1848 e kemi futur kultura perëndimore europiane. Ata ne kemi që të unë të teoritë e gjithë përfshirjes, bashkimit europian e tjera, ata e kanë Tianjin, e kanë 2500 vjetë për para, gjithë përfshirjen të jesh kulturë që i përfshin të tjerët. Ose, për shembull, ne marrim asaj madh Clausewitz. Clausewitz para 200 vjetësh, ata kanë Sun për para 2000 sa vjetësh. Eksaktësisht. Më kupton? Ja pra. Ajo që do të plotësojë, shive tani, që s'është kap fare. Ajo që do plotësojë është shumë e thjeshtë. Edhe se ta zura me që po pi ujë. Më ka thënë një fjalë shumë bukur Roland Bimo, i cili ka qenë ambasador 4 herë në përvende ndryshme, por ka studiuar në Kinë. A thot, perëndimi me qëllim ose për ignorancë e keq interpreton gjuhën e Kinës. Kina nuk ka një gjuhë agresive. Kur thot për shembull, qëllimi jonë është marrim Tajvanin, nuk e ka llafin që do ta marri se do shkoj ta pushtoj me luftë. Ka idenë që do ta marri, ta bëj pjesë, të inkorporohet ekonomia. Mirë, po perëndimit i duhet që ta marri për e të thotë që ky ja do t'i bi Kina. Eksaktësisht. Pra e kap me trurin e vet. Ajo që po flisja me Meralin që të plotësohet komplet ideja, po nga që ti je mësuar të bësh vetëm intervista, është çike vështirë për pjesën e podcastit, është kjo. Se e the shumë bukur. Pas luftës dytë botërore, ne fillum të dëgjojmë një Kinë, biles pas 90-s, fillum të shohim një Kinë që ta vlerësojmë paktën si Kinë. Ishin 200 vjetët më të errta që mund të ketë një komb. Ajo çfarë ka bëu Europa, që ne... Shiko, me interesante thotë një italian, Kina nuk është komb, është kulturë. Pikërisht. Atë po them dhe unë, edhe vazhdoj ta them. Është kjo. 200 vjet gati e fshive kulturën, sepse 200 vjet kesh gati 90% popullsisë nën heroin. Heroin është të mërshme. Dhe ne shohim dy vende, le të themi që janë pro kapitalit, pra shohim Europën, nuk po i marrim dy vende Amerike, po marrim perëndim Kinë, dhe të dyja pro kapital, të dyja pro biznesit, ke njëra ke zero drogë se të fusin në stadium me i plum tek as dy ose s'du me harxhu lek, janë kështu, një inshallah të kap mirë. Dhe kemi një tjetër që nga mjesit dhe ndak drogat, krimi, korrupsioni, ato korrupsioni e qajnë, ato vetëm ku qesin i lajmë. O, iku këtha, janë 4 veta dirin që dalin në stadium për korrupsion. Shko shivini po doni. Kuse ne kemi korrupsion. Dhe se
ishte pikrisht është nëse 200 vjetët përpara ose 300 vjet i bitani përpara ne nuk e dinim se çfarë ishte Kina, pavarësisht se e të revolucioni industrial që vodhi perëndimi ishte në fakt i lindur në Kinë dhe në Indi, po me një kulturë tjetër. Britania arriti ta bëjë këtë luftarake. Ata e shkruajnë vetë që neve revolucioni industrial e shfrytzuan për të bërë armë dhe për të zaptuar tjerët. Bravo, por si mund të them, të shpikët ishin bo në këto vende. Këto vetëm këto shpike i qunë për luftë, si mund të them. Kjo ishte pak a shumë, i qunë në pjesën e kësaj. Dhe tani është hera e parë ndoshta në botë, se nuk e njoh historinë, megjithse ka qenë dhe periudha e Persisë po e tillë, që ka pas po të njëjtën kulturë, që është në fakt kultura me antikulturën përballë, ose kultura me armën, kultura dhe forca. S'mund ta akuzosh perëndimin për mungesë kulture. Tani kemi një mungesë kulture të jashtëzakonshme, përveç filozofëve që natyrisht ose shkrimtarëve. Revolucioni industrial ka bërë shpikje shumë, ka bërë perëndimi. Fjala kulturë gjithmonë. Mënyra se si e kemi shfrytzuar. Eksaktësisht, fjala kulturë është tjetër gjë nga fjala shpikje. Fjala civilizim është tjetër gjë nga fjala çfarë të mund ty ecje përpara në ekonomi, sepse ky boom ekonomik që kemi thonë gjithë kohës edhe para 90 dhe sot që po shif më perëndim, më shko më në Kinë, se tash nuk thonë më shko më në Kinë, tash çojnë aty, thonë shko ke Korea e Veriut, që prapë se dinë se si është Korea e Veriut. Ku flet ndonjëherë thonë shko më në Korea e Veriut, ose shko më në Kinë, në fakt të dy janë në rregull tash. Ishte shumë e thjeshtë. Nëse ti e bën një vend të pajetueshëm, detyrimisht vendi jot do bëhet i jetueshëm, atëherë gjithë biznesmenët ose gjithë mendi do t'i thithësh në fillim në Britani, pastaj çove në Amerikë, kështu me radhë. Më kupton se perëndimi ne e pam që pas 90-s që zgjodhin formën më brillante të thithë komplet trurin shqiptar, po e marrim. Po kështu kanë thithë trurin e gjithë botës. Por diferenca është që këto e kanë thithë trurin e botës duke bërë Shqipërinë të pajetueshme. Si e ke bërë pajetueshme? Në radhë parë i prishën fabrikat, uzinat e njëra me radhë, pastaj çfarë bëre? Bëre që të sponsorizosh për kulturën, di çfarë sponsorizu këne? Antikomunizëm. Dhe s'dim gjë tjetër me folto. Poezitë më të dhjera që ka pas planeti kemi ne. A më kuptove, librat e filmat lesës shifen fare dhe kalëm ke shkollat që i dëmtove fare dhe mbi të gjitha janë këto që gjoja lufta ndaj korrupsionit, që nuk është në vetvete luftë ndaj korrupsionit, nuk është fare luftë ndaj korrupsionit, por është luftë për të larguar sa më shumë vetë nga Shqipëria. Se në momentin që ti thua, si shprehje po ikin gjithë të rit nga Shqipëria, ky duhet fut në burg. Pavarësisht se duket sikur po i qa shpirti për Shqipërinë, ky duhet fut në burg, sepse mund edhe mos të hikin të rit nga Shqipëria dhe ti ta thuash dhe ta bësh si lanë që një gjë se po hikin tjerë, ti çfarë po rrim shtëpia? Kap një fare ajo e turmës. Patjetër, dhe thu suje toka, ja e di ai shive si ka vesh të kostumin, na më kuptove. Ai burri e di. Nëse më kuptove, se ka që akuzojnë Kaçanin janë gjithë me Range Rover, po e di pra kështë takuin. Pra, lëshimi i tërë vrerit. E di çka kam bërë tani? Që dhe po e mbyll shkurt fare. Tërë intervistat e të huajve që vinë këtu. Intervistat e të huajve që vinë këtu. Asnjëri nuk ka fol as për korrupsionin, as për drogën, e as për krimin. Përkundërzi, këto dyja, se për korrupsionin po themi megjithëse edhe korrupsioni ata mund të flasin siç mund të flas unë për shkak ku kam qenë në disa vene të Ballkanit. Korrupsioni papam, që ke rruga, ai policit myt. Bile s'ta bën me stil, thon
paguj kaq lek tu se hasa kalo. Shko atje tu si më se ke moti këtë dokument 3 fish në asaj. Nuk ta bëjnë edhe me kështu. E kanë pra të hua që vinë këtu. Asnjë nga këto të treja që goditen shqiptarët 24 orë në ditë nuk e përmendin. A ekzistojnë? Ekzistojnë në këtë sistem, ekzistojnë kudo një lloj. Por ca vende që duan të mos ketë probleme psikologjike e tërë popullata, i lejnë këto duke rregullu, si mund të them, faktorët që ndalojnë këto. Pra, spaku, hetusia, rregullat e lojës e një tjetër. Nuk e shprehin, a mund të afrohesh ti me Anglinë 63% e Anglisë, 63%, dhe po flas për një statistikë që është bë në 2007. 63% të punojësve të administratës, po i themi, the city, punojësve the city, 63% menin drogë për të shku në punë, jo menin drogë për të shku në shtëpi. As në diskotek. Po flasin që duhet amor pa tjetër, sepse ndryshe shkoj do të në punë. E një gjokët në Angli, përveç se një, se mund të them, një lajmit vogël, diku që më qifet, në qofë se ti, si që jam unë për shembull se persona që du me pa thellë brenda shoqërisë ta kapin, asnjëherë në botë, pa nuk godet të njerëz. Sa emisione do ishin bërë në Shqipëri me këta? Çfarë, po s'ma harrote emisioni më burr? Nuk më harrote më burr emisioni, në botë. Okej, Meral, do kemi një botë e re mbas kësaj, mbas këtij takimi, do me thënë, perëndimorët, Bashkimi Evropian, po ta shohësh, filluan bënin takime kokë më kokë me Kinën, kinezi, Starmer shkoi, Kanadaja shkoi, Macroni shkoi. Shkoi. Anglia, që ishte e fundi, që ishte pak si goditje për Amerikën. Pra, e pranuan Kinën si superfuqi, po e pranojnë Kinën si superfuqi? Nuk kanë zgjidhje tjetër. Gjithë kjo varet nga Irani. Po le më të flasi më burr, mos sa mirë të flasi, do futesh ti më burr, po sa hap gojën ajo. Ideja është që patjetër Irani, situata në Iran ndryshoi shumë gjëra për botën. Edhe një mendim për Iranin dua, një luftë e fituar, një luftë e harruar. Irani do ishte për Amerikën nuk ishte dështim. Por ku dua të dalë është pikërisht te kjo që BE-ja nuk ka pas ndonjëherë dëshirën për të qenë superfuqi. I është dhënë arena për të qenë, po BE-ja është në krizë në vetvete që po kërkon pikërisht partner stabil edhe strateg. Dhe do Kinën do e pranoj. Amerika është në një pikë që po shef, me sa mendoj unë, që mënyra që ka vepruar në arenën ndërkombëtare me vendet një luftë aty, nuk ka më nuk mund lozi më këtë lojë. Duhet të ndroj strategji. Dhe Kina është pa diskutim një fuqi që Amerika nuk e i duhet botës nuk e menjanon dot. Si kundër ke rritjen e Rusisë që është nga ana vet që natyrisht nuk ka kapacitetin ekonomik, por bota nuk është multipolare, nuk je më. Nuk është vetëm Amerika dhe vendet poshtë saj. Arena është hap për ka shumë aktor politik. Edhe pastaj mund të shohim një ndryshim në veprimtarinë e gjeopolitikës, që do të thotë në një arenë që ekziston Amerika, Kina, Rusia, si do balancojnë interesat e tyre, por nuk është më biseda vetëm rreth Amerikës dhe hegemonisë që ajo ka. Qartë. Omar, do si shkoj puna se në propozimet e fundit Irani kishte hedhur gjitha poshtë. Propozimet e fundit për paqen e Amerikës. Ne kemi thonë dhe në emision për para, tek Irani, kam thonë që bravo, më qoftë. Gjejsin. Okej, largove. Irani është
dhe do mbetet pavarësisht të fjalëve, sepse që ti besosh për shembull Trumpit, vetëm duhet jesh idiot, ose ti besosh Amerikës sot. E kanë dhënë vetë ato. Ato të fusin bisedime, të vrasin. Të vrasin grupin e biseduesve. Domethënë nuk kanë rregulla loje më. Sidomos në këtë pozicion që janë, nuk kanë rregulla loje, se është rrit rreth 4.9%, është rrit tani, është rrit ajo si quhet inflacioni. Do një rritje gati 3%, që është të në shifrat e fundit. Dhe ideja që këto që ju servir Trumpit, i cili duhet ishte bazu më shumë tek CIA se sa tek Izraeli, për një luft, ose jo një luft, po për një fitore të shpejt në Iran, është ajo që e bëri Trumpin, domethënë i ka asnjëri nuk ja këshilloi, as CIA, as Pentagoni, CIA nuk asnjëri s'ja këshilloi luftën. Por ajo që unë vazhdoj të them është që nuk do të thotë që Trumpi, Amerika apo Perëndimi i mbahet ndonjëherë fjalës. Ato i mbahen fjalës dhe bojnë si burra ose si njerëz të mirë vetëm kur nuk kanë më zgjidhje, nuk kanë më choice. S'kan më asnjë lloj mundësie për të godit. Pra, pavarësisht fjalëve, nëse ato gjejnë tradhtar mjaftueshëm në Iran, nesër ndryshojnë rregullat e lojës. Nëse gjejnë tradhtar mjaftueshëm në Kinë, nesër ndryshojnë rregullat e lojës. Problemi është sa i duhet botës. Kjo lloj psikologjie që kanë kinezët. Kur them botës dhe vetë Trumpit, edhe vetë Perëndimit. Përshtypje një gjë shumë e thjeshtë. Ke pa ndonjëherë kinez duke lypur ti? Mos kam parë asnjëherë, s'ka kinez. Në asnjë vend botës s'ke kinez që lyp. Të gjithë kanë në punë. Po të marrësh vetëm mos gabojmë 15 vitet e fundit, 800 milion kinez kanë dalë nga mjerimi. 30 milion janë fut në mjerim në Amerikë. Statistika. Dhe të shtosh kësaj që për çfarë do lloj prodhimi që ka bërë Kina, deri tani po themi, Kina ka marrë, le të themi 10% fitimit, me gjithë biznes, me gjithë Kinë, 10% ka marrë të asaj që kanë prodhuar, maksimumi po them, 10% fitimit, dhe Perëndimi ka marrë 90%. Me 10% të fitimit, Kina kanë nxjerr 800 milion nga mjerimi. 300. 800. Mirë. 300 që ka qenë i fundit tani. Do më thënë... Aha, 800 në total. 800 milion. Sepse ajo ishte dhe diviz kjo për 300 milion që thua të kështu që këtë drejt. Jo, 300 milion që nëzori ai që vdiq 19 vjeç, ai që shtypi tjena në menin. 300 milion kanë zjerë ai. E nëmën atë pashu për 19 vjeç, më të sa vjeç vdiq. Pra... vetëm këtë llogari të çdo familje shqiptare ose çdo familje perëndimore duhet të kërkoj jo të mposhtet Kina, po ta kopjojmë më burr. I ke jeton Kinë pra. Po s'di kinez, më jam 61 vjeç. Shumë i vjetër. Se me shpirë ka bërë përshtypje një diçka për një shërbim mjekësor që afronte Perëndimi, e afronin dhe institute të mira kinezët, një njohura në Perëndim me 1/3 e çmimit. Domethënë, nëse një dhomë hotelit, unë po them kompleks, po ta zëm, nëse një dhomë VIP e vetme me shërbime një tjetër në Austri për shembull kushton 1000 euro nata, në Kinë kushton diku të $200 nata. Por me shërbim të dedikuar të specializuar dhome vetë. Shumë qartë. Është dhe kishte çuditërisht një turizëm shumë të zhvilluar shëndetësor. Se këtu te ne po vinë po bëjnë dhëmbët, por aty e kishte për këto që janë avanguar, për neurologjinë, këto që janë front i ri i shkencës. Dhe e kishin kompjuteru, e kishin
pjuteru komplet, domethënë nga ajo tavolina e mjekut, bosh analizën vite prapa ty s'kish nevojë për infermier më. Po, me pas qarkullote. E çoj qarkullote vite përgjigja aty të gjithë. Dhe të mos ta shohësh këtë dhe të kuptosh se sa keq po menaxhohemi. Do me thënë, shkurt muhabeti mendoj, unë perëndimi duhet të filloj të ndryshoj koncepte, apo jo, duhet të mendoj që nuk është më që ti do sulmosh vendet e jugut, do t'i slavrosh, do... Hikur është nuk ka më vend për këtë. Ishin disa vende afrikane që ishin marrë në studim, përpara kam pas marrë shumë investime nga Amerika. Kthyen syt nga Kina dhe preferonin më shumë, sepse jo vetëm nga ana çmimit, por nga fakti që thoshin nuk na ndërhyn në politikën tonë. Dhe kjo është një nga gjërat më kyçe të Kinës. Nëse nuk futet për influencë politike në fillim, pa mund si përmendëm neve ambasadorët, këtë influencën politike, bë çfarë duash ti, ke sistemin tënd të politikës, të shoqërisë, shumë bukur. Kaq bën kjo rrugë. Miropafshim. Më bën përshtypje ambasadori kinez s'ka fol asnjëherë këtu te ne. Si e ka emrin? Por nga një bisedë që kam bërë Buzliqeni me një ish deputet, kur kishte shku një grup deputetësh i Shqipërisë në Kinë, ja kishin ofruar tërë mundësitë për biznes, për të ringretur fabrikat, për të investuar në... Qa fut kot ne shkojëm t'i shkatronin të që do me na fut në punë. Do të na futësh prapë në punë ti. O vlla, a keni në OJF me ndortu, tha. Se aty i morim lekët rahat, ke OJF-t. Po fabrika dhe kush ka takat me po fabrika më për në lera atë në fabrika. S'kemi moshor burë. Bravo, kjo ishte. Në OJF, tha. Në fakt me radh deindustrializim si ka pësuar vendi jonë s'ka pësuar asnjë, thonë ta rrafshosh në këtë lloj deregjeje. Unë nuk e di, e kam përmendur një herë këtu se mbaj kur bëra, se ka dhe shumë vite tani se mbaj mend emrin e librit, por po fliste për domethënë këtë demokratizimin e vendeve të lindjes mbas viteve 90. Shqipërinë dhe Bullgarinë i vun bashk, edhe po flisin për procesin që ka qenë pak a shumë i njëjtë, dhe thatë, bullgarët nuk ishin aq, nuk është fjala sa i bie masikist me veten, nuk arritën të ato prishje që arriti Shqipëria. Nuk e bën dot, domethënë deri në atë pikë. Që ne ishim shumë... Nuk gjetën katila aq armiq ndaj vendit të tyre. Kishte po jo, domethënë shkatrimi... Shiko, mendoj që kanë gjetur katila, sepse kam parë në një sajt, ja kam treguar dhe Amarildos, fabrika, kombinate të tëra në Rusi në vitin 90-2000, shkatruar që të gjitha që mbani në punë me mira punëtore, dhe kthyer në sheshë ndërtimi, siç kemi kthyer në kompleksin e uzinës Dinamo, kompleksin Partizanit, klubit Partizani, që i këthujem gjitha, i shkatruam vende kreative ose produse dhe i këthujem autotraktorët që janë bërë të gjitha. Po shkatrove dhe këto paqet e lorave që ishin mrena pallatë, më i kishën ndërtu tjetri në mënyrë më kryevepër, ti mund të prishe pallatet e vjetër të shej, kishte dhe sheshin brenda. Jo, ndërtun të sheshi dhe i lanë pallatet. Ju po flisni, po jepni një logjik shumë naive, si të thuash që agenda ka qenë vërtet që ne t'ishim një shoqëri demokratike. Që ka thonë të kundërtën. Jo, mënyra që po e trajtoni tani, sepse në qoftë se ti do ndërtoje një shtëpi dhe do të rikonstruktosh një shtëpi, ke bazën, ti nuk do e hedhësh në tokë atë shtëpinë edhe të bësh një lule. Nëse dëshira jote është rikonstruktimi i asaj shtëpi, si ta bëjmë më mirë diçka, nuk ka sens, nuk po dëmi më i madh që është bërë psikologjisë, që është bërë me anë të mediave, është bërë pikrisht me anë të këtyre fjalëve korrupsion, drogë, krim e një me radhë. Ky është dëmi i jashtëzakonshëm dhe kur e them, këtë e them me bindje 1.000.000%. Napoleoni u bë perandor dhe pushtoi Europën ku la vetëm një organ shtypi.
Po nuk është pak, edhe kjo pjesë, më falë, është pak më e thellë se kaq, dhe nuk ka nis problemi jon nga fjalët korrupsion, nuk është këtu themeli i problemit. Gjua dhe prezantimi ose përfaqësimi i njerëzve, institucionet është pak më ka një agjendë brapa saj. Pra, dhe Shqipëria prap dua ta lidh me atë që folëm në fillim për rolin e ambasadorëve. Është ajo koncepti që ne kemi, që ai është i huaj, ai di më mirë se unë, sepse është kur shkatërrohet një vend, kur sidomos kur ke dinamikat e imperializmit brenda, fillon nga gjua, që unë s'di, unë s'jam, ose më saktë sundusi, ti e di, besoj më shumë më mirë se unë. Kemi filluar ta shkatrojmë gjuhën në mënyrë literale, literalisht. Për shembull, si kanë qenë termat, më fal, termat e kolonizimit si kanë qenë. Kur është bërë, për shembull, Anglia sundoi Indinë, Merat, po, të ndaj në tribu, të ndaj në tribu tonë. Unë e di çfarë po bëj, unë jam më shqiptar. Unë jam, pra ti ke thirr, gjua shqiptari e ka gjakt që në faktin që ambasadori X tha këtë, ai e di, ti se di. Që nga fakti kur na përshkruaj ishi 30 vjet në izolim. Kjo nuk është rista si gjë, se izolimi bie që ti ishe larg botës, ti s'dia si ne po të hapim sy ty. Dhe kjo gjë na ka ndjekur këto 30 vjet. Dhe kjo godet edhe të rit, kjo ka godit edhe artin, sepse po shifja një herë aksionet e vitit 45-46. E ke vënë re në Kinë për shembull shpalli Nobel ndonjërin që kanë qenë internim, në një shkrimtar kinez që ka qenë internim. Nëse. Dhe po i shifsha të rritë të rejat, zbath, dimër, me karrocë të qesh. Idiotët, thonë që i kanë thonë qesh me zorë. Qeshin gjithë me zorët. Ata që kanë trunë, dhe ata që kanë qenë kundra sistemit, për që kanë trunë, si që ishte një ish agent që u hodhë në Shqipëri dhe i shpëtoj bishti, i putën vetëm bishtin, iku mrap në Angli, ai tha fjallën më kryevepër, ai tha, jo sinqerisht, e kam dëgjuar në radio BBC se u mon intervist, ai tha gjon më kryevepër të mundur, të gjithë momentit. Nuk ishte Shqipëria, tha, si që kishim lonë ne, tha, në 44. Ato po ndërtoshin, tha, shtëpitë e vetë, ato po ndërtoshin jetën e vetë. Çdo ditë, o u hapte ju rrugë, o u vite i tel elektrifikimi, o u bote një shkollë, i fabriki, diçka, vishin ilaçet, vishin mjekët. Dhe tha, nuk ishte problemi me ushtrin fare, tha. Dilshin fshatarët e të vriqin, tha. Ja. Do më kjo është më per, e ke në BBC, e ke nga njoni që la bishtin këtu. Edhe shpëtoj. E kër i thanë këtheu prap, i dhe jo, dhe shko ti shoku dhe unë prestu. Prestu në Angli dhe bëj mua bet prap. Pa ti e sëmë të shumë. Dhe ishte shumë e thjesht. Këto tani vazhdojnë për 36 vjet, o që a i boni komunist. Imagino komunistët ashi, ke perimetri shqiptar aq komunista si ka Kina, aq komunista sa për turit perimetrën e kufirit, nuk i ka Kina. A vejdo, a di sa më përshtyvje? Diku në kohën e komunizmit, ti e merr lejen për ndërtim shtëpie me kryetarit Këshillit, që ishte bashkëtarë jot. Më harote për kaq. I jepshe letrën, sa të më bot të dhoma Aguzhin, një në tellën, i ke parët, po i kam, si ke parët, i ke meri në bank, nuk e di. I 100 lek muj pagushe më mrapsh. Po, por në bank ti e merje se së kërkoshin 20 kolaterale që të fikshin derën. A si kolaterale më? Jo, pra na 20.000 lekë se 25.000 lekë. Po se di se bërë një shpi. Edhe 100.000 lekë ka qenë. Ndoshta nuk e di, në bazë një përfaqjes ti jetë e banka dhe ti ndërtoje me atë. Sot e disa leje duhet marrë. 20 leje në fund ti ndërton pa leje. Prap pa leje, prap ka i vend ku më u kap tjetri. E ka një vend ku më u kap tjetri. Mbasi ke lënë lesh aty, mbasi kanë qell në çdo zyrë. Dhe konkluzioni im më shumë i thjesht i gjithë kësaj. Dhe në fund vinë ta prishin. Jo, konkluzioni im më shumë i thjesht i të gjithë kësaj. Problemi
çfarë dëmtojnë këta të parët, se tha Merali, më kundërshtroi për atë, çfarë dëmtojnë këta të parët? Rregullikisht, Merali tha që media është pjesë e një skeme të tërë. Është fryma, nëse ndërton një frymë, njerëzimi ka ardhur nga shpella. Jemi sot këtu. Si jemi këtu? Është ka qenë gjithkohon fryma për të ndërtu, fryma për ta bërë jetën më të bukur e një tjetrën, fryma për të kënaqë gruan. Pa ne kena artu se po të ishe për burrat, më shpell, ti me ekran, unë me ekran të po piktura në gur, me urin. Po, problemi ishte që ishin gratë, sepse buzëqeshja e grus është ajo që ka kërkuj mashkull. Buzëqeshja e grus e ka qunë mashkullin me luftu. Buzëqeshja e grus e ka qunë mashkullin në aty. Ta gjithë buzëqeshme, se janë drejqëmër, po shkom shtëpia nuk qeshin. Po hajde më do punosh për kalamonin ti apo si e ka? Po nuk qeshin, pavarësisht se si kuptot burri gjitha këto. Kuptot që është blank, e ke pasysh duke se ke po krim. Edhu qa kam bo, u prit t'i bëj fshes me korent këtyne. Mirë, po, stathonat e pon, as ato se din, u pritive një dy poqa. O bukur, po, u prit t'ja bëj 4-4. Kjo është pak a shumë se si është evolu njerëzim, kjo është fakti, është e busqeshje. Dhe, qa bon për 36 vjetë, me zhdukën dhe këtë busqeshje. Të që s'ka mos kalemoj. Si dhe ti ka marrë pjesë në 12 gjenaza, as i dasëm? As i dasëm. E mbyllim? Po. E mbyllim me nalë? Mbyllim Natëm. Natëm.